Elketa, si ndodhi që zgjodhe volejbolin, disiplinën e volejbollit, dhe si ndodhi që i hyre sportit? Në fakt, unë vi nga një familje tropojane, ku arti dhe sporti ishin çdo ditë. Nga familja mamit ishin më shumë të muzikës, të regjizor daja, tezja këngëtare, këndonin shumë bukur festa familjare mes muzike. Dhe nga familja babit, babi ka qenë kërcimësër larti, edhe ishte një lloj ambienti që kam notuar të, kam qenë gjithmonë në te. Nuk besoj se kjo zgjedhje erdhi edhe për shkak se ti ishe e gjatë? Në fakt, mami, se sigurisht zakonisht... Se për zgjedhja nuk bëj vetëm nga në ato kohë të kishe një vajzë e re, besoj edhe nga të gjitha strukturat. Patjetër, mami po thosha preferonte artin. Pra unë shkova në balet, në piano, në violin, në kor, i bëra gjithë të gjërat me radhë. Dhe vllai u fut në volejboll përpara meje, Adi. Dhe unë duke para të më pëlqeu sporti, ndërkohë kishte edhe një trajner që shkonte në përshkolla dhe shikonte fëmijët, edhe i pëlqeva atij nga gjatësia. Unë shkova për inerci të vllait tim si fillim, dhe pastaj ndodhi ajo që ndodhi, ndonjë aty.